Përshëndetje, tani do flasim për vëllimin. Që është vëllimi? Vëllimi është sasia e vendit që zë një trup gjeometrik në hapësirë. Kur themi një trup, duhet ta dimë se ai trup duhet të jetë tridimensional, sepse për ta caktuar vëllimin e një trupi, ai duhet të kemi të tre dimensionet. Cilat janë ato tre dimensionet? Ato tre dimensionet janë gjatësia, lartësia dhe gjerësia. Dhe për ta gjetur vëllimin, atëherë duhet të shfrytëzojmë të trejat. Shpeshherë gjatësia shënohet me A, lartësia shënohet me B dhe gjerësia shënohet me C. Tani për ta gjetur vëllimin, këto të treja duhet të shfrytëzojmë. Pra A herë B herë C është barabartë me V e madhe, që paraqet vëllimin. Dhe tani le të flasim për njësitë. Cila është njësia apo cilat janë njësitë që përdoren tek vëllimi. Le të marrim shembull na metrin. Nëse kemi A metër, B metër dhe C metër. Atëherë kjo do të jetë barabartë me vëllimi i shprehur në metër kub. Po të ishte centimetër, atëherë do shkruanim centimetër në kub. Tani le t'i bëjmë disa detyra mbi vëllimin. Këtu kemi tre trupa gjeometrik. Tani le t'i gjejmë vëllimet e tyre. Së pari do fillojmë me kubin. Tani tham se vëllimi është barabartë me gjatësinë, lartësinë dhe gjerësinë. Në këtë rast gjatësia është këtu dhe shënohet me A. Lartësia është kjo këtu dhe shënohet me B. Dhe gjerësia është kjo këtu dhe shënohet me C. Mirë po, shërim karakteristike kubit është se A-ja është barabartë me B-n dhe B-ja është barabartë me C-n. Pra të gjitha brinjët janë të barabarta. Prandaj ne mund të shkruajmë kështu. Vëllimi i kubit është barabartë me, të shkruajmë njerë si që është A herë B herë C. Dhe tani pas të gjitha A-ja dhe B janë të barabarta, atëherë mund të shkruajmë se vëllimi i kubit është barabartë me A herë A herë A. Sepse thamë që të gjitha janë të barabarta. Dhe vëllimi është barabartë me. Nëse e dim që të gjitha këto e kanë nga një eksponent 1, dhe tani baza përshkruhet ndërsa eksponentet mbyllen. 1 plus 1 bën 2, 2 plus 1 bën 3. Vëllimi është barabartë me A në kub. Tani le të marrim një shembull mbi vëllimin e kubit. Nëse themi se A është barabartë me 3 cm dhe detyra thotë që ta gjejmë vëllimin e kubit, atëherë vetëm do të avancojmë A-n. Vëllimi është barabartë me 3 cm e gjitha në kub. Vëllimi është barabartë me 3 cm në kub bën 3 cm herë 3 cm herë 3 cm. Vëllimi është barabartë me 3 herë 3 bën 9, 9 herë 3 bën 27. Centimetër e centimetër bën centimetër në katror, ndërsa centimetër në katror herë centimetër bën centimetër në kub. Pra, vëllimi i kubit me brin A është barabartë me 3 cm është 27 cm në kub. Tani le të vazhdojmë me trupin tjetër gjeometrik me kuboidin. Tani kuboidi lartësinë, gjerësinë dhe gjatësinë nuk e ka të njëjtë. Dhe themi se gjatësia e cila shënohet me A ndodhet këtu, lartësinë e shënoj me B dhe gjerësinë e shënoj me C. Vëllimi i kuboidit është barabartë me A herë B herë C. Dhe tani le të marrim një shembull mbi
vëllimin e kuboidit. Nëse themi se A-ja është barabartë me 6 cm, B-ja është barabartë me 3 cm dhe C-ja është barabartë me 2 cm. Sa është vëllimi i kuboidit? Vëllimi është barabartë me, zavancojmë, 6 cm herë 3 cm herë 2 cm. Pra 6 është gjatësia, 3 është lartësia dhe 2 është gjerësia. Vëllimi është barabartë me 6 herë 3 bëjnë 18. 18 herë 2 bëjnë 36. Dhe njësitë përse centimetër bëjnë centimetër në katror, centimetër në katror herë centimetër në centimetër në kub. Dhe tani me trupin e fundit do bëjmë një shembull me cilindrin. Tani për ta ditur vëllimin e cilindrit, së pari duhet ta dimë se me çka është barabartë sipërfaqja e rrethit. Sipërfaqja e rrethit është barabartë me pi herë rrezja në katror. Dhe tani kur e dim sipërfaqen e rrethit, atë duhet ta shumëzojmë me lartësinë, me h-n. Pse shumëzojmë me h? Nëse themi se sipërfaqja është kaq, atëherë nëse shumëzojmë me lartësinë, atëherë kjo do përshit deri poshtë dhe do na jap se sa është e gjithë vëllimi i kubit. Do ta shihni tani. Nëse themi se rrezja është barabartë me 3 cm dhe lartësia është barabartë me 10 cm, atëherë sa është vëllimi i cilindrit? Vëllimi i cilindrit është barabartë me lartësia herë rrezja në katror herë pi. Tani le të zavancojmë. Vëllimi është barabartë me lartësia është 10 herë rrezja në katror, pra 3 cm, e gjitha në katror herë pi, i cili është barabartë me 3/14. Vëllimi është barabartë me 10, dhe kjo është centimetra, 10 cm herë 3 cm, e gjitha në katror mund të shkruhet si 3 cm herë 3 cm herë pi. Vëllimi është barabartë me 10 herë 3 bëjnë 30. 30 herë 3 bëjnë 90. 90 cm në kub. Sepse centimetër bëjnë centimetër në katror dhe përsëri centimetër në katror herë centimetër bëjnë centimetër në kub. 90 cm në kub herë pi. Vëllimi është barabartë me pi është 3/14 herë 90 cm në kub. Dhe pasi që nuk jemi në matematikë, në algebër, jemi në gjeometri, mund të përdorim kalkulatorin për ta llogaritur këta, sepse nuk kemi 3/14 herë 90. Vëllimi është barabartë me 282/6 cm në kub. Mirë pafshim.